Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një takim me aleatët e Federatës së Opozitës së Bashkuar, teksa ka deklaruar se protestat e opozitës do të përshkallëzohen deri në grevë urie. Mëtej Berisha theksoi se është jetike revolta, sipas tij për rrëzimin e qeverisë, duke kërkuar mobilizimin e të rinjve. Shpresë e vetme është opozita. Shpresë e vetme është opozita. Ne duhet të ngrihem me të gjithë forcën tonë si përpjekje e fundit për të rrëzuar këtë narkoshtet. Është faktur gjithçka. Është faktur farsa elektorale në mënyrën më përfundimtare. Janë faktur vjedhje dhe këto janë vetëm maja e icebergut. Janë faktur lidhjet me drogë. Një gazetë prestigjioze amerikane shkruante se disa agjenci zbulimi i kanë thënë asaj gazete se përfitues kryesor i klaneve të drogës është Edi Rama. Atëherë ne duhet të organizojmë format më të vendosura të protestës, të qëndresës, të revoltës. Të revoltës. Këta e kanë azgjësuar parlamentin. S'ka parlament. Parlamenti nuk ekziston. Ju e keni pa. Aty hyet dyet e mbyllaj, sa fillon edhe ikë. Zgjedhje të lira. Një qeveri e cila përgatit zgjedhjet e lira është kushti gjitha kushteve për ne. Është thirrë data 22. Protestat tona do të diversifikohen me greva urie, me të gjitha format. Gjithashtu Berisha foli edhe për kërkesën e Partisë Socialiste për të përjashtuar më shumë se gjysmën e deputetëve të Partisë Demokratike nga aktivitetet parlamentare pas kaosit të shkaktuar në kuvend. Kryedemokrati sulmoi Tauland Ballën, duke thënë se është më kriminal se krerët e bandave në Shqipëri.